Fitoren nuk e arritën ndaj kombëtarës së Serbisë në Tiranë, por tani do ta kenë sfidën e radhës në Letoni, ku janë më së të domosdoshme 3 pikët për kombëtarën e Shqipërisë. Me 2 të ftuarit e mi sot në krahun tim të djathtë Taulan Dajaku, mirë se vjen. Mirëmbrëma, kënaqësi me që bashkë. Në krahun tim të majt, kolegu Besmir Topalli. Mirë, mbrëma, ne kënaqësi është edhe një herë të jemi së bashku sërish sepse kjo javë na ka shkuar me këto speciale kombinime. Taulan, i pam formacionet sa po dolën pak më herët, po thuj se skema e njëjtë sikurse me Serbinë me 3 ndryshime, por ndryshime kokë më kokë në pozitat e futbollistëve që nuk janë prezent në këtë ndeshje. A bëri mirë Silvinho me këtë formacion që ka vendosur sot? Sigurisht, Silvinho i ka lojtarët aty edhe ka idenë e qartë, ndoshta 2 ndrymet të zonë të qendrës mbrojtjes, kam përshtypjen janë njëri për kartona, tjetri për shkak lëndimit, sepse nuk e dim se si kish me operu në rast se edhe Xhemshiti edhe Ajeti do të ishin. Hysaj si duhet ka konsumuar shumë energji dhe Balliu është një lojtar i lëvizshëm. Ajo që për mua duket pak e çuditshme është se Messi fushës vazhdon me qenë i njëjtë edhe Ylber Ramadani nuk është ato. Shehu ka bërë një lojë të mirë, po ka shpenzuar shumë energji me ndeshje me Serbinë, aq sa ju dashën kërkon të ndrym për shkak të kërkoi ndrymin vrapimit shumë gjatë. Ndryshime tjera nuk është se kam përshtypjen Silvinho ende ju beson atyre ideve të veta dhe ndonjëherë por ajo që unë kam dyshimet e mia te Silvinho është kjo lloj frike që ai vazhdimisht shfaq edhe mos guximi i tij për me tentu gjona më shumë. Ajo që sonte ndryshon nga loja me Serbinë është se sonte Shqipëria duhet të dominojë edhe ka për obligim fitoren, mbetet me u pa, shpresojmë që djemt të jenë vëdishëm edhe të marrin ato lëvizjet e duhura për të shënuar gol sa më herët në kuptim që me pas punën më të lehtë patjetër. Besver, po formacionin Po, thuaj se i njëjti formacion përveç tyre ndryshime dhe thuaj se të detyrueshme, 2 prej tyre ka pak a shumë të detyrueshme, ndërsa njëri thuaj se e tha dhe Taulandi për shkak të konsumimit të energjisë të cilën e ka pasur edhe vetë futbollisti Elisej Hysa, ku më pas ndryshuan pra me Ivan Balliu ndryshe, është kanave fason edhe një herë fakti që e përmendi edhe vetë Taulandi, prapë Ylber Ramadani rezervë. Gjë që i ka besuar në këtë ndeshje Shehu, ndërka që mua më duket interesant pse ka vendosur sërish Manaj, duke ditë që ka një farë lloj edhe mendoj unë që ka një farë lloj presioni nga ajo penallti të cilën e ka humbur me Serbinë. Mirë, atëherë çka mund pritet nga kjo speed match sa e pam, deri më tani vetëm barazime ka sjell ballafaqimi mes këtyre 2 kombëtarëve. Thash, për nivelin e rritjes që ka pësu kombëtarja shqiptare është e pa negociueshme asnjë rezultat tjetër përveç fitores, duke ditë qëllimin që kombëtarja shqiptare ka për të arritur një ëndër të madhe në kualifikim historik në botëror. Por pragmatizmi që ka Silvinho, nganjëherë sigurisht duroj të jem i gabuar, por nganjëherë kam përshtypjen se skuadra është rritur më shumë se ajo niveli ose bot kuptimi i Silvinhos për futbollin. Më krijon bindje ndonjëherë që është maniak i disa mënyrave strikte të lojës edhe nuk guxon me marrë një risk më shumë para. Ta zom, Laçi është një lojtar që ka shtëruar energjitë e veta në ndeshje kundër Serbisë, ka luajtur me një pozicion që thjesht ka tentuar me shkatërru kundërshtarin. Edhe është shumë i mirë për pozitën e për punën që e bën në atë aspekt. Mirë, po nëse ti Laçin e vendos në një pozicion kreativ, ta zom pozicion numri 10, nuk është se pret pasimin final për ti, edhe kjo e bën shtërp pastaj edhe sulmin. Në këtë farforme, unë gjykoj se Silvinho po insiston me vazhdu me lujt me Laçin, se i jep qatë lloj ritmi dhe lufte. Mirë, po në aspektin e kreativitetit, mas nenaj janë të mvarun edhe Broja, edhe Manaj, edhe Hoxha, janë lojtarë që presin një pas mes linjave të mbrojtjes për të arritur edhe për të shënuar gol. Ma krijet përshtypjen këtë lojën e fundit me Serbinë sikur u mundua ta lë këtë Hoxhën se një farë lloj lidhjen mes fushës edhe sulmit. Po nuk e di sa funksionoi ajo. Pasi pati shkputje 3 parte. Prandaj pjesa që më habit mua është ai insiston me lujt me Aslanin si lojtar para mbrojtjes, në fakt Aslani luan para mbrojtjes te Interi, po Interi luan një koncept loje që e dominon kundërshtarin, edhe i shërben pasat e gjatë të Aslanit. Ndërsa te kombëtarja shqiptare në ndeshje të vështira
Kom përshtypjen nganjëherë që më mirë është Aslani me lut pozicionin numrit 10 për shkak se edhe ka kreativitet, edhe ka pasin e mirë, edhe ka goditjen në port, gjë që sigurisht aspektin defanziv nuk e ka, po në futbollin modern sot nuk është se kërkohet vazhdimisht që për numrit 10 me qenë shkatrus. E kuptoj taktikisht se si e përgatit ndeshje nganjëherë ndeshje të rëndësishme, sikur kjo me Serbinë kur ti pret që Laçi të vjedh një top edhe pastaj ti nxën kundër sulmit pa përgatitur. Mirë, po sot luajmë kundër një skuadër që nuk i ka vlerat edhe le të themi mënyrën e lojës ose qëllimin në këtë kualifikuese sikur ato që ka Shqipëria. Po edhe ideja, më fal Besmir, se do shta me majtë veç një sekundë këtu. Ideja që në dy futbollistë nuk është se është duke llogaritur shumë. Do të fjalë për Nedim Bajrami që është në pozitën që po përmendim të shërbyesit kreativ, edhe në anën tjetër nuk po e llogarit shumë Jasir Hasanin. Për Jasir Hasanin në ndeshjet që i ka luajt, ka qenë vendimtar në kualifikimin për Europian, mirë po kemi pas një situatë ku tashmë gjithë e kuptonin se ç'a bën Jasiri, edhe shpenzimi i energjisë ndoshta se Jasiri ka qenë i fundit që është bashkuar me skuadrën, sepse ka luajtur një lojë me ekipin e vet, më vonë pastaj ka udhëtuar 24 orë prej Koreas këtu, edhe mund të ketë një kuptim. Nedim Bajrami është një lojtar jashtëzakonshëm që ka jep për kombëtarën, mirë po momentumi i tij me skuadrën, nëse shef, nuk është se është në prime time-in e tij, për shkak se te Rangers nuk e ka gjetur lojtarëve të kohëgja të shumicës të kombëtarëve shqiptar nuk është kanë edhe atë minutazhin e madh me ekipet e tyre. Nuk isha me thonë, unë mendoj se një pjesë e madhe ajo që na duhet me kuptu është se rritja që kombëtarja shqiptare ka arrit në këto nivele nuk vjen detyrimisht prej Silvinios, vjen edhe prej nivelit edhe cilësisë lojtarëve që janë determinues të skuadrat e tyre. Tazon Mona është lojtar i rëndësishëm në një kampionat shumë të rëndësishëm. Njerëzit më thonë po ka ropi ligë, po nuk është detyra e Monait me mojt Sivaspori. Ai shënon gola, është lojtar i mirë. Sigurisht, ai presioni edhe mund ta ndjejnë në atë humbjen e penaltisë, mirë po kam përshtypjen që është një karakter që don me shpagu atë gabim që ka bën edhe në futboll këto gjëra ndodhin. Ajo që më habit mua është tazom një lojtar i rëndësishëm si Muçi nuk ka hapësira, sepse po e përmendë Nedim Bajramin, mendoj që nuk është momentumin e tij më të mirë dhe është e habitshme se si mundet edhe u pa edhe taj momenti i rastit që krijon. Një lojtar që humb ritmin me skuadrën e vet, sado që stërvit në nivele të larta, nuk është në 100% e vet. Habi për mua është shumë e madhe që Muçi, që është një lojtar i jashtëzakonshëm, situata 1-1 godet portën shumë mirë. Ka pas sezonin e mirë përgjithësi. Po, te Silvinio ka pas një diskutim me media dikur Silvinio kam dëgjuar që ka thonë se unë nuk kemi kënaqur me Muçin, me ato që ka jep në stërvitje dhe kjo më duket pak e habitshme. Ndoshta gjua e komunikimit mes tyre është problematike dhe kjo gjë do të mund ndresh sepse Silvinio nuk është trener ekipi, është trener i kombëtarës edhe neve duhet të na shërbejnë më të mirë ato. Po është përgjegjësia e tij me fut në sistem. Patjetër. Pasi bëhet fjalë për një futbollist mirë. Talla dashta me të pyes të kjo pjesa e taktikave. Kur shkojmë me ekipin e Shqipërisë që luan thjesht me një informacion ndaj Serbisë, por Letonia është një ekip që ka trener italian dhe luajn thjesht të njëjtin stil futbolli si italian. Sa do të mund që kjo skuadër që ka vendosur pra treneri Silvinio ta thykit ekipin e Letonisë. Që në rrështimin edhe që ka kombëtarja shqiptare, një 4-3-3, po kam përshtypjen që përmendë pak a shumë edhe pjesën e kreativitetit, por pushimin që si ndeshjen e kaluar, si në ndeshje kemi 3 me sushurt, cilët thuajse janë të njëjtë ekspoziv. Aty është edhe ideja, ajo që unë besoj se Silvinio po insiston të kjo skuadër është se nuk don me dominu me patjetër me kundërshtarin, mirë po don me qenë i kujdesshëm në aspektin e defanziv. Nëse jenë stadium dhe shef Silvinion ka operon me lojtarët, komplet shqetësimi i tij është që ata të pozicionohen në aspektin defanziv. Prap më duket se pozicioni që Laçi ka këtu nuk është ky që është i lexuar, ajo që pretendon Silvinio është se Laçi të luajë kundrejt njërit nga mesushorët e parë, trup me trup edhe të arrit marr topin në fazën kur kundërshtarit tenton me dal para edhe në këtë formë të shërbejë ndoshta Brojen ose Monajn, edhe Hoxha që është i mirë dhe ka shpejtësi për të shënuar një gol edhe pastaj me pas se si rrjedh pjesa tjetër e ndeshjes. Mu personalisht më bëni përshtypje të puna penaltisë Odise Roshi, i doli mbrojtje Monajt, pa unë mendoj që përziellsi ka bë mirë që ja ka dhënë detyrën me godit penaltin, për faktin që tha se është një nga ekzekutuesit më të mirë. E vërtetë është. E vërtetë është. Po, e para vërtetë Aslanit.
Në përgatitjet që bëhen për ndeshje, ka të bëjë edhe me konfidencën që ndjen lojtarit. Tazom, Manaj duket edhe si një lojtar nganjëherë duhet me qenë pak mos kokçars për me marrë përgjegjësi të tilla. Edhe të skuadra vetë është ekzekutuesi penaltive, edhe i gjytjeve të lira. Domethënë ai ka një goditje të mirë. Ajo që ndodh në ndeshje sikur këto, edhe unë shpesh herë shoh që njerëzit tentojnë me kryqëzu, mirë po veç duhet më ndalë dhe me bëni një pyetje, po flas në aspektin si futbollist. Nëse ka një gjë të jashtëzakonshme ose një dëshirë më të madhe se kurdoherë se që kjo me shënua dhe me qenë hero në ndeshje të tilla nuk ka për lojtarin. Kështu që penalti ndodh. Ndikoi dëshira e madhe te ai? Kam përshtypjen ai ka një mënyrë gjujtjes me një shut të fortë, mirë po duhet mi njoftë edhe meritat e portierit për shkak se tazom nganjëherë ka mujt me ndodh 50-50 është ajo, ka mujt me u gjujt portierin në anën tjetër, mirë po gjykoj se nuk duhet me i rënë qafë. Unë që e kritikoj Manajn është një pjesë tjetër se përveç penaltisë humbur kishim një rast kur Broja futet edhe kalon edhe portierin, edhe Manaj nuk është në gatishmërinë e duhur për të qenë gol, që janë golla të thjeshta. Ajo është gabim më i madh se penaltia që e ka humbur. Po e vërtet, ai rast departimi i Brojës në përgjithësi ka qenë krejt fantastik në departim në fund. Vetëm mungonte goditja finale ndërmjet tokë ndërrjet. Aq sa ka faj Manaj ka dhe Hoxha që ka qenë inekzistente dhe kjo vjen te Hoxha është vrejt e dukshme e presioni që kjo ndeshje ka pas. Nëse ke vrejt edhe te intervista me gazetar kur i kam pyet nëse ai do të pranonte të fitonte me Serbinë dhe të humbte me Latvin, ka thënë po. Domethënë ne një tregon se sa e ndjen ose sa lloj presioni ka pas. Sa ka qenë dëshira e madhe normale është me thonë ne velujmë çdo herë për fitore edhe me Serbinë edhe me Latvinë. Edhe me zhduk presionin. Patjetër. Apo jo Besmer? Shumë është e vërtetë dhe kur më mbesin pak a shumë edhe tek pjesa statistikare, duhet dim që ekipi e Letonisë nuk ka shënu gol që 5 ndeshje të fundit. Sa na ndihmon kjo? Thalle. Ka dy anë, se unë thash, qëllimet në ndeshje kualifikuese sikur këto më varet se si punon në aspektin mental me skuadrën. Sigurisht skuadra jona ka pas një ndeshje shumë të rëndësishme, edhe në fund ditës duhet me pasi aspekt pozitiv për shkak se cilësitë edhe qëllimet që i kena në këtë grup janë për me u kualifiku si dytet. E kemi pranuar se Anglia është nivel tjetër, por ajo që vjen te kjo pika është se varet se si Silvinho e ka trajtu skuadrën. Ajo që më duket mua është se ka një lloj pakënaqësie në këtë mënyrën për shkak se nëse shehun që ka kërkuar ndrrim për shkak shpenzimit të energjisë, është pa kuptim me kërku prej tij me luajt edhe një lojë tjetër, sepse mund vi edhe deri te lëndimi në këtë pikë, mbetet më pas se si ka me operu dhe unë nuk besoj se sado që nuk është sezoni më i mirë ndoshta i tij Ylber Ramadanit me Lecën, po Ylber Ramadani sa ka luajtur për kombëtarin shqiptar ka qenë komplet i ndryshëm për shkak se ndjen edhe ka pasionin dhe le të themi një personalitet shumë të madh ka skuadra për shkak se Ylberi është i pa kompromis në luftën që bën, mirë po kërkon edhe për bashkëlojtarëve të jenë tillë. Një pjesë e mirë është inkuadrimi i Ismailit sot, sepse ajo është si karakter i tillë, nxit skuadrën, nxjerr para edhe në këtë aspekt besoj se kemi më qenë më mirë se herës kaluar. Po do në zamërën në pamje të parë kur e pash formacionin në shehu në vend të Ramadanit u befasova pak. Edhe thash duhet me pas diçka që ka pa trajneri, na nuk kemi pa. Në realitet shehu e pati lojën fantastike, po atë sa ishte ndeshje. Të paktën pej këndvështrimit tim. Po, ajo që njerëzit harrojnë një gjë në ndeshje të rëndësishme, nganjëherë duhet dalësh prej pozicionit për të krijuar atë e përsi numërike ndoshta edhe shehu ishte taktikisht shumë korrekt, luftarak i madh në atë pozicion që kishte por jo me dalë jashtë detyrave. Po situata të tilla në një ndeshje që është më shumë se një ndeshje, gjëra që kërkohen janë me dalë prej pozicionit tanë dhe me arrit me bën çatë një numër më shumë me sushorëve që kërkon me dalë para, në këtë formë jep zemër skuadrës. Edhe do në zamër prej asaj që pam për shembull kur përfundoi pjesa e parë, pam që ndeshja ka më qenë me u vendos në detaje të vogla, 2-3 mundësi ki aty maksimumin asë ndeshje. Prandaj thash penaltia ishte një situatë e krijuar, në cilën e nxjerri në mënyrë perfekte Hysaj, mirë po situata tjetër ajo që më dhem shumë është se në momentin që Broja u futej në 16 metrash, edhe Hoxha edhe Manaj do duhej tishin edhe të përgjigjeshin ato. Po si t'ishte Hoxha ka mbrojtje nga pjesën e sulmit.
Pakten shumë herë ka ardhur që me marr topin edhe në fazën defansive për me shku me sulmu. Vetë janë shenjat kur ti kthehesh më shumë se që duhet në pozicionin tan, janë shenjat frikës që ti ndjen nga presioni i lojës. Nganjëherë guximi varet prej pozicionimit sa ti konfident je me dal para. Në fund ditës ti je sulmues krahu. Unë e kuptoj dëshirën që ti me mbrojt, por nëse i merr statistikajt, Hoxha nuk është se i ka marrë 10 topa prej dikujt, se s'është detyra e tij. Po presioni i madh i ndeshjes nganjëherë të nxet në atë pozitë sa ti don me marr topin veç në ato pozitat ku je i lirë edhe po nihesh, sepse as mbrojtja serbe nuk është e pushën s'm fal, ha. Këtë pjesë është që kuptojnë se s'kena luajt fort, ha. Talle, edhe pse me Naimi kemi diskutuar gjatë asaj mbrëmje kur ka zhvilluar ndeshje me Serbinë, deklarata pak a shumë me Silvinës ka edhe shumë interesante, ku tha që është për ndeshjeve mund të themi 2 vitet e fundit më e bukura që ka zhvilluar. A beson që ka qenë për i më të bukurave apo hyn në ato ndeshjet më të bukura? She duhet me pranu një gjë. Në udhëtimin e dytë të Shqipërisë në kampionatin evropian, kemi pas edhe pjesën e fatit me veti, për shkak se edhe Polonia, edhe Çekia kanë qenë jashtë elementeve të tyre maksimale. Situata ngjashme është edhe kjo që i ndodh Serbisë. Mirë po, ajo që Silvinjo ndoshta don me majt me kom tok skuadrën, është se don mi jep energjitë e duhura se ne duhet të vazhdojmë dhe të shpresojmë se ajo ndeshje drejt për drejt mes Shqipërisë dhe Serbisë në ndoshta do luhet në Leskovac ose diku tjetër, mund të jetë përcaktuese. Kështu që në aspektin afatgjat është një lloj trajtimi me diplomaci i asaj, nëse ju kërkon skuadrës si mirë jemi për shkak se edhe tensionimi ka qenë shumë i madh. Patjetër. Ama a beson që trajtimi ka me qenë i njëjtë si në Shqipëri? Që është situata që shumë njerëz, domethënë ka pas një temë. Normalisht na po flasim për situata hipotetike, po duke i njohur rrethonat. Ajo që ne duhet bëjmë si komb është se të nxjerrim mësimet e duhura. Nëse Serbia në 2016 na ka tentuar me trajtu në atë formë ose ka bën atë lloj presioni, kanë tregu nivelin e tyre shoqëror dhe krizën e vet identitare. Ajo që kemi bën na është një, domethënë unë gjykoj se është një arritje e jashtëzakonshme për shkak se edhe treneri që është një legjendë serbëve me gojën e vet e ka pohu. Sikundër që një nga nacionalistët më të mëdhenj në aspektin edhe njohjes botës sportive si Novak Djokovic ka bërë një postim për atë pjesën se shqiptarët Samir. Kur treneri i tyre ju thotë Samir do të ishte që edhe ne ti prisnim kështu, neve na nxjerr vallhapur para asaj vlerave tona që i kem. Tani edhe i ndryshuar deklaratat. Kur shkon Serbi? Sigurisht ai vjen për presionit, po kur shkon kurrë e ballkonit. Hera e parë vlen. Për neve është e rëndësishme që ai ka thonë edhe qytetarinë që kanë kallëzuar shoqëria shqiptare. Pjesa tjetër mas ne nuk e kemi hallin me eduku ose me demokratizu Serbinë. Edhe pse nuk është hera, por që shkojmë në Tiranë? Shkojnë në Tiranë.